Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të shtatë në emisionin Euro në 7. Sonte emisionin e kemi titulluar Ekonomia e Kosovës numra, për shkak se do të shfaqim ekskluzivisht për herë të parë numrat të cilat nuk janë publikuar as në media tjetër dhe analizën e tyre, domethënë të ekonomisë përmes numrave të saktë që janë gjeneruar përmes transaksioneve të brendshme në Kosovë. Me thonë kështu, në vitin që shkoi, kosovarët kanë ble e shit, kanë shit blerën, me thonë, ose qarkullimi ka qenë 21 miliard euro. Kryeministri i vendit, në fillim të vitit që shkoi, ka parashikuar që të kemi 25 miliard euro qarkullim në vitin 2025, për pak që ka qelluar për një 1.2 miliard, si vjet kemi, në 2025 kemi pas 23.8 miliard euro qarkullim të brendshëm. Gjatë këtyre emisionit do të flasim për top 10, kush janë top 10 kompanit të cilat kanë gjenuar më së shumti brenda vitit 2025 dhe normalisht është një shifër shumë interesante që na jemi maraklit në 10 kerreve të automjeteve të cilat për një vjet në Kosovë ka pas dikon me tatime me gjitha parafërsisht 900 milion euro. Për këto dhe shumë çështje të tjera do të flasim me të ftuarit e mi sonte në studio, Shpend Ahmeti, Data4X, i cili ka përgatit gjithë këtë prezentim. Faleminderit shumë Shpend. Dhe Kushtrim Ajvazi, ekspert financiar. Kushtrim i mbrëmë se erdhe. 24 miliard euro. Do të thonë para se të him të prezantojmë ato. Kështu me numra dokën shumë. Vin 24 miliard euro, kush e di çka kemi bë. Por na po vazhdojmë me tu dyqysh një pjesë bukur e madhe në varfëri ose që numrat flasim diçka tjetër, po kemi 90.000 familje për shembull të cilat subvencionuar për energji elektrike si s'mujnë mi kry as fakturat e energjisë elektrike. Qa është kjo Shpend? Mirë Roma, faleminderit. Sa i përket qarkullimit ndërmarrjeve, kjo ka pas një rritje nëse shohim prej vitit 2019, u dyfishu prej 10 miliard euro qarkullim në 23.8 miliard apo afërsisht 24 miliard. Që kemi diskutuar më herët që kjo është pak a shumë edhe paradoksi ekonomik që Kosova e ka. Do thonë, importi u rrit, qarkullimi u rrit, popullsia u zvoglu, po në fond do të thonë prapë është një perceptim, jo është perceptim ndoshta edhe një realitet se çish po mujna mja dal. Do thonë kur i mat kjo është pikpyetja e madhe. Pikpyetja e madhe se prej kapën na vinë ato parë për me mbulu gjitha këto shpenzimet që i kemi. Nëse e shohim për shembull vitin e kaluar 3.5 miliard kanë qenë rrogat, si në sektorin privat, si në sektorin publik, dykon 1.5 miliard remitencat edhe një 2 miliard se s'po di sa është sakt pjesa e kredive individuale ose ekonomitë familjare që i kanë marrë gjatë vitit 2025. Sa kreditet në falë 2.2? Afër 2 miliard, do të thonë është tash këto hin edhe kredit, po edhe overdraftet mujore që i shfrytëzojnë anashta muj për muj. Po për një vjet. Po overdrafti shfrytëzohet në baza mujore dhe bëhet premja vetëm në baza mujore, nuk mbledhet ajo. E qartë. Sa i përket kësaj, kur ti grumbullon këto dalin dikon afërsisht një 7 miliard. Po. Kur të këshy për shembull na veç produktet përditshme, ushqimore, higjienike, i blejmë dikon 3.9 miliard brenda vitit. Pjesa tjetër tekstil, telekomunikacion, energji elektrike, kur të shtin lapsin atë matematikën, prej kapi marrë këto parë tjera. Po ashtu edhe depozitat e ekonomive familjare janë shumë qarta. Do të thonë që kjo është paradoksi ekonomik që duhet me studiu edhe matutje. 3.9 miliard euro produktet gatshme po të fjalën, apo? Kjo është konsumi që i mbrëmshëm që kemi në produkte shtëpiake, do të thonë qoftë ushqimore, higjienike, çka blena në market për çdo ditë. Për çdo ditë. Kushtrim 3 mishi, buka dhe ke shporta e konsumatorit. Shporta e konsumatorit është 3.9 miliard euro në vjet. Kur të kështu kushtrim, 3.5 miliardë kemi rruga. Do të thonë 3.9 miliardë kemi veç për konsum të gatshëm. A din
Ka vëllot që këto pare po qarkullojnë në vendin tonë, edhe ankesat, na si popullin mësu kështu mu anku për gjithë shka. Gjithë këto ankesa. Po ankesat kanë me vazhdu dorën zemër, sepse janë evidente ankesat, sepse qytetarës po me përbalu kostën. Kur thash fillim që kemi 90.000 familje që subvencionojnë energji elektrike. Kjo është paradoksit që diskutuar. Në anën tjetër na po kemi rritjet e vazhdueshme të qarkullimit që është mirë për po, shumë e mirë, absolut. Po nuk kemi rritje, si me thonë, të dukshme të eksportit tani. Po. Në anën tjetër kemi rritje të qytetarëve, të familjeve të cilët po subvencionohen si ndihmë sociale. Kemi rritje të ekspozimit të kredive, po, sipas numrave janë rrit ato. Rrit, po. Po kur ta shohin tash ku po shkojnë këto pare, kryesisht po shkojnë te çëshporta bazë, po është edhe një pjesë e konsiderueshme e mjeteve që po shkojnë te energjia. Energjia, po flasim tash jo vetëm për energjinë elektrike, po edhe burime të tjera energjisë, tu përfshi edhe pjesën e derivateve. E qartë. Sepse aty është një konsum jashtëzakonisht shumë i madh. Domthonë, shteti duhet me pas politika të cilët kanë me orientu konsumin në produktet që edhe zhvillojnë produktet të tjera në të ardhmen. Jo vetëm konsumi cili s'ka një farforme gjenerimi që të orienton direkt e importi. Ne kuptojmë, nësë mundim me prodhu naftë. E qartë. A më kur e këshush 3.9 miliard euro për sa 1.6 milion banor për afërsisht sa i ka Kosova, i bjen sa parëmi nësit një kalkulatori ma duhet për me... Jo, që na kena për me zbërthy sa duhet për një familje 5 antarëshe në që 3.9 miliardëshin. Këtu normalisht të ky 3.9 miliardëshin për konsum 3.5 miliard euro rroga, 1.5 miliard euro remitenca, qëto remitencat edhe munën me ndihmu qit pjesën e blerjeve të produkteve të gatshme ose produkteve për ushqim. Do më thonë, na po flasim ato që i hajme që i pim, janë 3 miliard euro. Sa parafërsisht? 7.500 euro për një familje, mrena vitit në Kosovë është mesatarisht, se ta Prishtina e ka shumë atë nalë të sa... Për një familje sa antarëshe? Një familje 4 antarëshe. Tash, do të me pa edhe një sen tjetër që na e vërtet është që jemi 1.6 milion banor, po na e kemi edhe një diaspor që vjen edhe shpenzon Kosovë. Po, që ata e bojnë një këgja, një pjesë të konsumit që ty në produkteve dhe që blerjen që e bojnë. Mra vitit për shembull qershor deri në gusht, vetëm gjatë sezonës verës, hyjnë përafërsisht 1 milion persona, do thonë në Kosovë. Edhe gjatë mujve tjerë, po vetëm... Po, më 28 dhjetor kur kanë zgjedhjet. Po, ato i ke pas një 600.000. 600.000 për do thonë, edhe ata ndikojnë këgja shumë të pjesa e konsumit, që nuk mujna me marrë vetëm 1.6 milion banorëshin, po do të mi marrë edhe pak edhe që pjesën e diasporës, që faktikisht janë edhe turista, kur t'i shumë edhe në infografika tjera edhe eksport në shërbimeve, se udhëtimi ose që ke pjesa turizmit, hente eksporti shërbimeve, një pjesë shumë e madhe vjen prej diasporës. Shqiptarë ma jatë grafiken një, për mi, a është kjo? Po. Kosova në Krazin, po. Dhe me thonë, bruto produkti për banor, $7.300, ma jullti në rajon. Deficiti tregtar minus 30%, shërbimet neto dërgesa 12.8. Që e në këtu shmend? Spari, shifrat sa i përket bruto prodhimit vendor për kokë banori janë paraqit në dollar për shkak që me i normalizua dhe me vende tjera të regionit që shmirën dhe prej Bankës Botërore apo IMF-it. Për me po se si qëndrojnë, a jena mira keq, dhe më thonën 7.300 është një shifre larta, qka, me krahasu vetëm pak me do norma referente që janë të regionit. E shumë që Serbia dhe Malizi janë buvish lidere sa i përket regionit për bruto prodhimin për kokë banori, që për shembull është vetëm një $5.000 larg prej vendet fundit në Bashkimin Evropian. Sa i përket bilancit tregtar, kundrejt që kjo është ma i thellë në regjion, që kjo është e hongër atë pjesën e zhvillimit ekonomik ose pjesën e rritjes së GDP-s. E para 5-6 vjete ka qenë 28% minus, edhe që kjo 2.3% ka kontribu që mos me pas rritjen ashta vjetore 5-6-7%
që me mujt me nëzon hapin me venet e tjera. Shqipëria e ka përmirësu dukshëm për shembull, e ka tash 5.5%, për shkak se ka një rritje të hatashme si në mallra apo edhe në shërbime sa i përket eksportit. Mali Zi është vetëm të shërbimet ma mirë, po edhe këta janë shoqëri konsumuese, edhe Serbia është me 6.6%. Ndërsa sa i përket importit si përqindje kundrejt bruto prodhimit vendor, nuk do me thonë që shifra e nalë, për shembull 57% që e ka Kosova, gjithmonë keq. Po çka janë ato bume që atë import? Se për shembull Maqedonia e Veriut e ka 63%, po eksportin e ka 43%, ma të naltin, se ata janë të blenë shumë lanë parë se produkte gjysmë të gatshme dhe janë ka i shtojnë vlerë dhe pe bojnë eksport. Nuk e kanë vetëm import të konsumit final. Të pjesa e eksportit si përqindje, Kosova ka 9.5% kundrejt GDP-s, po sa i përket shërbimeve jemi të... Dhe Shqipnia ka ma këtë qenat të eksportit, apo? Po, të sa i përket shërbimeve, pastaj që aty e bojnë atë farë dallimin të shërbimet e kemi neto eksportin e kemi 17.2% kundrejt GDP-s, ndërsa të investimet të huaja direkte... Ma të madhe pas këveç Mali Zitina? Po, ama tash shka është një sen, edhe Mali Zi edhe Maqedonia e Veriut, po tash do të me këshirë strukturën e investimet të huaja direkte, se qka po hen? Jo, veç një sekundë, tek shërbimet qëtu? Po. Eksport të shka, po. Net eksporti. Qka bojnë? E kena një grafik tjetër ma vonë që... E tek investimet të huaja direkte 6.1% të bruto produktit vendor? Kundrejt, se kjo nuk hen si pjesë e bruto produktit vendor, vetëm me krahasu për me pas se sa janë investimet të huaja direkte. I vjen shumë e vogël. E kena këgja matnaltën në region, jo matnaltën në region, nuk kena keq, po do të me këshirë strukturën. Struktura e investimet të huaja direkte, qka është të ndodhë? Se nëse është 6.1% edhe janë këtë investime në prodhim, ajo e krijan efektin zinxhiror pozitiv. Po të na janë në pasunshmëri si kategoria kryesore, që ka ndiku edhe pastaj edhe në rritjen e kostës së banimit për me bleni banesë. Na kemi bërë edhe një studim tjetër, ku të blerja banesa na ka dalë dikon që përmi, në komplet ndërtimin, kënë e ka klientel, 40% është qeveria, 35% bizneset, 35% diaspora. Edhe një përqindje shumë e vogël mbetet e blerjes prej rezidentëve. Edhe shkjo fundit të dërgesat. Mas mirë në rajon që do këpine? Jena ma mirë, diaspora jonë konë djeshmëri në raport emocionali me njeve, po ekonomikisht në vjen ma keq. Po, në më thonë që kjo në ka kryu një varsi, që do të diskutojme dhe të pjesa fuqisë punëtore, që dërgesat e diasporës nuk po përdorën për zhvillim, po përdorën për konsum final. Na do të me bu programe që me incentivu diasporën për me investu në Kosovë. Ki programe që ka ndonë në Poloni, në vene tjera që se cila euro që u opi diasporës... për vota. Edhe për ato, po edhe për pjesën e vota, po mi përdorë. Po, e qartë, jo, ka është të drejtë të Masë jenë 12%, po që diaspora ka një ndikim këtë gjatë malë në ekonominë e Kosovës. 1.5 miliard, ose 12.8% është që pjesa e remitenca, dërgesa direkte. Pastaj i ki dikon 1 miliard që bojnë pagesa edhe tërheqje që i dojnë që të mërana Kosovës, që janë edhe një 2 miliard tjera. Edhe një 800 milion i kanë blerët e banesa, pa ma parasysh. Blerën e banesa që e bojnë, ose pasunshmërive që e bojnë Kosovë, dikon afërsisht 3 miliard mbrana vitit i marëm na prej diasporës në bardhën, kështu për mes transakcione. Kënjërin direkt e ka lanë 10% e komplet e pjesës për qarkullimit bizneseve në Kosovë. Është ndikim jashtëzakonisht i madh. Është ndikim jashtëzakonisht i madh, po që pjesën e remitencave, kjo po na ndikon që sidomos në aktivizimin e fuqisë punëtore, që është një grafik pak ma vonë, është mirë për me lonë për me folë atëherë, po... Okej, kushtrim? Tash, kur t'i shofëmi numrat, shamalli importi, po nalë me 8% importin në raport me GDP-n. Edhe pe krahasoj me Macedoni. Kur t'a këshush si vlerë e përqindjes të importit në raport me GDP-n, Macedonia e ka shumë atë madhe. Po Macedonia, në basë që saj po del, po importan kryesisht produkte që hinë përpunohen edhe eksportohen. Po, sakt. Ndërsa ne
po importojmë produkte të cilat nuk po vazhdojmë më përpunu, po një farformë po janë produkte të konsumit final. Dhe nuk po gjenerojnë zhvillim ekonomik. Prandaj, në situatat të tilla, po vretash edhe GDP për kokë banori, jemi të përafërt me Bosnën gati. Bosna realisht niveli 2, nëse i shohim ndër vite, në 5 vitet e fundit nëse s'ka bëj, Shqipëria u kanë bukur poshtë. Shqipëria ka lëviz 2 vende. Domthon ka lëviz 2 vende më lart, domthon Serbia dhe Malizi vazhdojnë me qëndru kogjo nalt. Na si shtet kemi pas realisht shumë fjalë për politika zhvillimore e sidomos për eksportin. Deri me tani s'ka një politik aktuale me përjashtim të politikave që kanë qenë më herët, kanë kalu mbi 10 vite, ku e kanë stimulu prodhimin vendor me lirimin e landës parë. Tash po flitet që po planifikohet me u bë lirimi i landës parë komplet, i produkteve komplet kufe, edhe me ushtu të veshëja. Kjo ka me ndihmu jashtëzakonisht shumë nëse praktikohet, e ndihmon sepse një pjesë e madhe e likuiditetit nuk paguhet me një herë në dogan, po paguhet kur shitet realisht produkti, kur edhe realisht ndodh transaksioni edhe shitet produkti. Tash, nëse i shohim tash pjesën e remitancave, si përqindje na mburremi me këtë pjesë. Po remitancat janë të shku direkt te konsumi final, ajo që e përmendi pak më parë shmendi domon. Këto në një situatë normale ish dashur me shku në zhvillim, në prodhim, me gjeneru produkte të reja edhe me gjeneru shitje të reja, sepse ka mundësi, këta e kanë eksperiencën në shtetet kryesisht të Bashkimit Evropian, ku mundet me hap kompani prodhuese në Kosovë, me përpunu produktin edhe me shit. Ka edhe situatat të tilla, ka bizneset që e bëjnë këtë pjesë, por shteti duhet me ndërhy, me i stimulu, me i largu këtë procedurat burokratike, mos me shku biznesin na për 5-6 zyre na për ministri për me marrë një leje, një dokument, për me bën një one-stop shop dhe ku ti vetëm abje me investu. Në mënyrë zinxhirore ti kemi ndikuar edhe në punësim. Na vëmon kena me diskutuar këtë çështje. Nëse marrim në totalin që e përmendi edhe shpendi janë 3 miliard euro shpenzime me thonë të diasporës brenda një viti. Që i bën parafërsisht një 70% e total buxhetit tonë të brendshëm. Të qeverisë 4 miliard me ato diku 65% është. Të total buxhetit Po nëse krasën si numra nominal ashtu je. Si numra nominal. Jo, po flas si numra nominal. Po, se buxheti tani inkasohet nga tatimet. A muj me sa për me mbyll çit pjesë. Do të thonë çito, do të thonë parët e diasporës, ekonomitë familjare janë ty më gjallë. Për ndryshe Paka shumë që aja është, që e ka edhe çka është një problem që kjo dosht më nalë mëti. Këshire strukturën e tërgesave në për vendet e tjera. Edhe një sen i ka bo demela shumicin e njerëzve. Po që kjo e flasën pak ma vonë, nuk është puna veç e demelizmit, po është pjesa e incentivës për mësë për punua. Po të? A si mi që vlau do pare për i Gjermanisë dhe në regull jenë në? Se për investimet e huja direkte që lidhen edhe të pjesa e remitencave, e ki rastin e Polonisë, që është rasti maj mirë me që nashta e ka dhe rritjen ekonomike më të madhe, ka u kriju një shtet të për i fuqeshëm. Ata, dhe më thonë, e kanë pasë në diaspor ka gjatë madhe, e cila, dhe më thonë, u kriju para 20 vjetë, ka fillu mu këthy në Poloni, edhe me pru një horin, po të njëtën ku edhe me hap fabrika, me hap vene tjera. Dhe më thonë tash, ata e kanë kriju edhe shumë, jenë të fuqeshëm edhe të pjesa e shërbime profesionale. Dhe më thonë, ki plot kompanit mëdhaja që i kanë qendrat e tyre në Krakov, për shembull. Ata i kanë çdo zonat e industriale të veta që secili qytet njihet për diçka, një për tekstil, një për prodhim të ushqimit, një për e kanë krijuar një farë strategjie që ka pas sukses për angazhim të diasporës. Tash veç më ndërlidhëm edhe me këtë pjesë, na duhet me angazhu që diasporën që janë të punësum në për kompanit mëdhaja, edhe që mujnë me pru atë pjesën e njohurive në Kosovë. Se na përveç, të më thonë, që kemi problem me financim, hekëm ka pak edhe për mena, për pjesën e... Për pjesën e Po gjithësysh, thash, kur të menoj une për flasë, më shkoj me slajdin tjetër, kur të menoj që vlau, motra, ajo mi qënë mu do barë për diasporës ka njerë dhe nalla, unë hajtë se s'ka lidhë, se bolë kena përnu. Dhe për thonë, që kjo është deficitit tregtar 6.1 miliard euro, Kosova importon 7 miliard dhe eksporton vetëm 898 milion mallra.
ku shkojnë parat. Me thonë, a ti lexojnë shpend sot tani i komentojnë bashkë. Po. Produktet gatshme, që i bjen? Çdo që i përmenëm fillim apo Tjera janë këtu. tjera janë, okej. 332 milion. Jo, është 3.3 miliard, më falë se nuk 3.3 miliard. Po. Apo se kanë 3.3 miliard. Ekspert e kena vetëm mbulesë dykon ofër 11%, me thonë. 11%. Mallra ndërmjetëse Janë produkte gjysëm të gatshme. 1 miliard e 640 milion. E kena importin, Po. edhe 320 milion e kena eksport. Më thonë, janë mallra gjysëm të gatshme. Çdo që importojna, ja shtojna një vlerë edhe ose i bojna eksport, ose i mojna mrena, do më thonë. 838 milion euro energji, po që kje bjen edhe Edhe derivatet. Po. Do më thonë, Edhe kjo është vetëm me vlerë në dogan, do më thonë, nuk e përfshin edhe taksat, nuk e përfshin sa është kosto finale kur te e blenë qatë produkt. po që i bjen edhe një sa përshin mundet me kanë kjo. Po, të derivatet shtohen edhe aksizat, kështu që e mrin edhe kjo përmi 1 miliard e mrin vlerën. Do më thonë, energji, derivate dhe rrym, me thonë kështu. Po, Më na qartë, kuptu, po. kredi kemi 1 miliard euro shpenzime në vjet. Pajisje për punë 409 milion, shëndetësi 256 milion, Barna. Barna. 256 milion euro në vjet Barna. Barna Vetëm 3 dhe milion. sana për cilëse që shkojnë për pjesën e shëndetësisë. Lëndë por 304 milion, makineri për prodhim apo Për prodhim. për prodhim. Veç për prodhim është. 128 milion, kafshë gjalla 98 milion. Kogja edhe mish i vjen shumë. Po jemi mish ngrënës. Mish ngrënës, Me zoj. mish ngrënës, do thonë na pa të mbuni së 2 vit në kalum, sa i përket mishit kuq, po dhe mishit pulës, për kuk banori e te kalujna edhe mesatarën e Evropës. Vrejet edhe kështu të Nëse na. kombinat të dy atë bashkë. Po. Jo, edhe mishin e kuq. Po pastaj për shkak se ata konsumojnë edhe mishin atjerë, mishin e derët, e mishin e Po, peshkut. po që të na nuk janë. Na atë mishi i peshkut jena shumë ma olt, ata i konsumojnë këtu shumë ma shumë. Okej, veç edhe qitë pjesë, tek e curia e importeve 2019-2025, me thonë që të na kemi shku kështu fik për pjetë, me thonë, prej 2019-2025 në kusht të lu deficiti tregtar shumë dërviti. Kjo i vjen që nuk ka pas politika stimuluse për prodhim të brendshëm. A i vjen qëto kushtim? Kjo i vjen që sektori privat u mundu me ba çka të bën vetë, me forcat e veta, po s'ka pas taman përkraje si duhet, edhe politikat e mirëfillta që i kishë ndihmu me zvoglu këtë deficit. Ma herë të përmenim remitencat edhe deficitin tregtar, nëse i vrejmë tash veç 2 pozicione, mallat e ndërmjetme edhe landën e parë, vetëm këto 2 pjesë, bojnë dikun rreth 1.5 miliard deficit tregtar. Landë parë të cilët importojmë që këshmi mujtë me përpunu edhe me rritë zinxhirin, edhe një farforme me multipliku edhe me zvoglu këtë hendek dhe i zvoglu me njëherë hendeku edhe nalt të produktet e gatshme, sepse kështë pas ndikim. Të produktet e gatshme nuk është vetëm pjesa e produkteve konsumuse, me sa kuptoj unë. Të gjitha produktet të përfshi edhe produktet që përdojnë veturat, si produkte finale. Shëpjake, gjitha këtu që të cilat s'ka nevojë me hinë në përpunim. Po, të më thonë, produkte finale. Energjia, na e dim. Po, bili për qitë pjesë. Jemi të energjia, jemi të varur, fatkesisht edhe këtë vetë kemi vazhdu sa i përket... Nëse e shumë, që du të eksporti 59 milion euro. Është energji elektrike. Po, jo naftë, se s'kemi qka. Dhe më thonë, 59 milion euro na kem eksportu energji në 2025? Qërë, tash, të pjesa e eksportit nuk e kemi shti një pjesë, të më thonë, të disa kategorive të produkte, sidomos të energjia, për shkak që nuk janë konë produkte, u konë ose re-import, ose adin... E qartë. E kemi bu një farë modifikimit të kjo pjesë. I ki hek ato. Të energjia, vetëm, na i thojna energji, po do të me bu edhe një sharem, është që hinë edhe derivatet. I kemi shti edhe derivatet. Do më thonë, se ta është momentin... Derivatet cilat i përdorëm edhe për kjera. Po, që kjo është dia kryesore. Se na po shpresojmë që vitet në vijem, na kemi me gjithë një zgjidhje për me rrit pjesën e qoftë prodhimit brendshëm, qoftë të energjisë elektrike. Po, çka s'mujna me ndryshu është që kjo pjesa e derivatës, se na naftë nuk kemi, nuk mujna me prodhu, nuk mujna me nxerr, po është edhe që kjo pjesa tjetër që edhe kur shkon te veturat që përmana që kemi 605 milion vlerë të importuar, po pastaj vlerë e trekut shkon dikon te afër 900 milion,
edhe pjesën e derivate kur të vendos kështu, do të thonë najnë të shpenzu kaq shumë në produkte të luksit. Të luksit, po. Të që aja 3.9 miliardë që përmenën pak më herët, që janë produkte të sportës konsumatorit, dykon përmi 500 milion janë duhan. Duhan. Do më thonë, aja është 25% i qojna në duhan. Do më thonë që kjo është pak që dohet edhe një vedisim i joni sa i përket qësaj. Kur të këshur duhanin është, as 200 milion së është vlera importit, po aksizat, taksat tjera, marzhat e distributorët, marzhat e retailit. Na po flasim për produkti kur e marrën në market. Po. Çmimi është çaty. Çmimi që aty, do të thonë, ajo është për 500. Nëse zgaboj nëse krahasojmë ndër vite, duhani ka ranje kështu të importit. Përkundër se ka ranje ashtu në volum, po në vlerë të tregut. Po vlera të tregut po se ka pasur inflacion për shkak të inflacionit. Se mendoj për shembull e kalon para 3-4 vjetë tash. E kom nisa pet. Po. Edhe tani çështu bjen kjo punë. Okej, Nissan që po shitu tek për më smetë kalu 256 milion euro borna. Më thonë, këtë gjë... Nuk është veç borna, janë, të më thonë, qka dhe që përdurën për shëndetësi, edhe këtu alkoholit, edhe këtu... Po dhe shëndetësi. Pjesë të tjera, këtë shëndetësi që a kënë qëtu edhe këtu... Borna dhe pjesë për cilëse që përdurën në shëndetësi. Jo, për shembull, që blejen maçineri për spitale. Jo. Në të vishë që janë borna për cilë. A shkojmë me slajdin tjetër. Shqiptar, nëse jetëm një. Okej. Dhe më thonë, okej. Sektoret me potencial për të lartë për prodhim vendor. Do të thonë që to, që tash i shohim një sektor prioritar agroushqimi, 2-4 vjet është kthimi i investimit, apo? Që mujna me arrit që të vlerën, do më thonë, të pjesa e 580 milionshit për me zavendësu nga importi. Do më thonë, na i kemi analizu përmi 9.000 tarif kode, produkte, që i kemi pas, të më thonën, ku kemi fuqi punëtore, e kemi eksperiencën përvojën në prodhem, edhe qka jemi të bu mirë për momentin, që mi thonë mi pas disa ato fitimet shpejta, që me mujtë me nalë që të pjesën e rritjes së deficitit tregtar. Ku i kemi identifiku të pjesa e kategorisë të produkte, ne i kemi edhe në detaje, të ushqimet, të ushqimet, 570 milion. Nëse kemi një 300 milion euro subvencione për 4 vjetë. Po. Me thonë, ishtë dashë që të mu po ndikimi i tyne. Po. A ke vrejt një ndryshim, apo se ke vrejt një? Na e për cilën edhe pjesën e... Sepse ato një ndonë për me ullë qëto, për me rritë prodhimin e brendshëm. Për shkak të retailit, na e për cilën edhe qëto. Mas shumë të u vrejt të bylmeti. Të bylmeti u vrejt ko gjashëm. E ke pas... Subvencionet. Tash, subvencionin nuk e di se kena matë na preka uarë, po... Rritja përgjithshme. Si rritja përgjithshme të ushqimore. Për para ka qenë përmi 50% produktet të importume kanë qenë pjesë e vlerës tregut. Sët përmi 52%, sidomos për qëmshtë, produktet të qëmshët janë prodhime vendore. Sa ven janë? Përmi 52%. 52%. Më thonë, nërsa, kjo është në volum, nërsa në vlerë është 49%. Që kjo 3% është për shkak që produktet e importume mas pashrejta. Gjysmën e nevojave të brendshme i mbulojnë me prodhim vendor. Njëjtë është edhe të disa produkte tjera që janë të konservime. Po, përshaj, vjen që është një biznes i mirë në Kosovë. Po, është biznes këgja i mirë, tash. Të pjesa e food processing kemi arrit sukses. Për këtë arsye, në më thonë, edhe kemi marë si një për i sektorve që dohet me shty edhe ma shumë për me mujt me zavendësu importin në vlerë 580 milion euro. Në anën tjetër e ki të ndame, dykon 1.3 miliard që është deficiti vetëm në FMCG, që kjo pjesa e produkteve bazë, në më thonë të higjena e kena 238 milion, mallrat fata e kemi 437, produktet e fresta 363, pijet 121, prodhimet ultra fresh 209. Të pjesa e... Qa është ultra fresh? Qëto, bilmeti, pamperime... Me afat shkurt. Po, me afat shkurt. Të që kjo pjesa, dhe më thonën... Jo, vazhdojshme. Të që kjo pjesa e... Të që kjo pjesa, për shumë, edhe të pijet, kemi pas një sukses të jashtëzakonshëm gjatë 5 viteve të fundit. Okej. Dhe më thonë, edhe këto e kemi pas një, saj përket madhësisë së tregut,
e kemi pas një disbalans mes produkteve të importit edhe tash prodhime vendore. 148 milion euro prodhim pije, apo? Po, tash që shkjet prodhimi pijeve, vlerën që e shtojna, do më thonën, e kena dykon 57% prodhim vendor. 57%. Tash të kjo prodhimi vendor, qka po metet mrena, do më thonë, se na eksportuar, që aja s'po metet të na, do më thonë, nuk është, që të pjesë na mujna me rrit edhe ma shumë. Të pjesa e pasaj... Më falë, vistë mas e jem të pijet, nuk më qare për menë. Një produs, të tonë Golden Eagle ose Kate. Frutexin, tërsi, me sa kom kuptu si vjetë ka rrit është ofër për mdo 100 milion euro. Më bojnë njëna për kompanive që, për 25 kompanive që bojnë 100 milion euro, 100 milion euro. Qarë pullim e ki fjallin? Edhe, qka është interesant që... Kjo është komplet prodhim. Po. Komplet prodhim, po qka është interesant edhe një sen tjetër. Për shambull suksesit, me një fjallë, Frutexi. Po. Qa është që ketë që sukses e ka arrit gjatë që ty në normal, ketë historialit datë, po këtë bumin e madhe ka 5-6 vjetë e fundit. 5-6 vjetë e fundit. Më thonë, prej 30-40 milion qarkullim, ka 5 vjetë, po shpesoj që e prejk 100 milion shë. Që ato ofër, da, 90 me mri është mirë. Po shumë. Po, qka ka ndodhë është që edhe produs të tjerë të pijeve jenë rritë. Më thonë e kiti, edhe frutin, edhe këtu fluidin, e këtu pjesë të tjera që janë rritë. Kjo rritja është zinxhirore, sepse produktet e tua, kur kanë dalë në tregun e jashtëm, kanë fillu edhe me u besu, sepse në Kosovë mundet me u produkt cilësore dhe që është konkurent me tregun e jashtëm. Saksik. Por është i pari e ka pas vështirësinë më të madhe, ndërsa tjerët kanë fillu edhe me besu. Tash, nëse i analizojmë këto sektor prioritar, e marrë me një shembull në Kosovë të produktet agro-ushqimore, sepse këtu duhet fokusohemi të përpunimi. Po. Ne me produkt final, si konsum final, patate në shembull, gati i plotësojmë 100% nevojave të konsumit vendor. 100% gati? Gati, po 100% nevojave të konsumit vendor, si patate e freskët, po flasim. A del këtë Pestovës, a del edhe dika tjetër? Po, shumica është. Shumica është Pestovës. Po. Ndërsa nëse analizojmë në nën produktet e përpunune, e plotësojmë vetëm 10%. Veç 10%? Vetëm 10% e plotësojmë, vetëm me një produkt po flasmi. Këtu ka edhe, jo vetëm me qips, sepse produkte patatës mund përdorë, të më anë prej supës deri te dezerti, ki produkte të ndryshme. Çka i bojnë patatën? Pse është ky dallim kaq i madh, më thonë? Sepse prandaj këtu po them, sepse na kena potencial me investu në përpunim edhe në produkte të cilat kena me ulë edhe importin. Kemi shumë produkte të cilat ndoshta mundet me u prodhu në vendin tonë, ato i importojmë qoftë si gjysmë produkte, ose importojmë edhe si pjesë të landës së parë. Ta shembull, e kemi rastin e produkteve këtu po thotë higjiena. Produktet e higjienës janë një kategori shumë e madhe. Edhe fatmirësisht ka kompani që kanë filluar me punën këtë drejtim dhe janë shumë suksesshëm edhe në eksport. Po, janë hala në gjysmë produkte. Po, janë shifra që atje tregon që tregu është i etur për prodhim. Absolut. O të mësi 238 milion euro i ki. Fiks. Këto mi marë si shifra cilat... Po që kjo ka qenë edhe... Prandaj këtu është domosdoshme, falë që po ndërpry, këtu është domosdoshme një strategji shtetërore që e identifikon industrinë produse dhe ka më orientu shteti. Na deri më tani, unë i di që ka qenë një iniciativë si draft strategji për industrit, mirë po s'është finalizu asnjëherë. Prandaj shteti duhet, institucionet e vendit duhet me bërë një strategji, pa strategji jo me bërë pizyreve. Me i thirë, që me pja shpendi, pja një më pak, unë pak... Gjithë janë i bindur që janë gatshëm me kontribu, gjithë janë gatshëm me kontribu, pa asnjë dallim, edhe vetë bizneset, tu komuniku edhe me arrit një strategji e cila përfundimi final është të gjithë përfitojnë. Që është mollat e thota shpend? Mollat janë konservume, dhe më thonë, këtu... Mbyllta që janë? Ushqimi thot. Ushqimi thot, po. Mendo, dhe më thonë, na kemi bu për një vjetë për me mujtë me klasifiku qëtu produkte, po të njëjtën kohë edhe me analizu edhe sektorët për me pasë ku i kemi ato përparësit që mujna me i prodhu. Që shë përmenit për shembull qoftë për produkte të patatës, po dhe produkte tjera. Na i kemi studimin
që ka shumë ma shumë dhoma, po mëra një orës nuk ujna me studiu. Për shto ja kemi lonë edhe aja fara agenda 1 miliard euro, që mëra 2-3 vjetë na mujna me i zavendësu shumicën dhe në 1 miliard euro, shumicën vetëm për konsum të mbrashëm. Pa full për eksport. Vetëm gjatë pjesë, më thonë, se tani ajo eksporti vjen si efekt zëngjëror. Dhe më thonë shpend, qëto, tek agroushqimi, për 2-4 vjetë na mujmi mi zavendësu 580 milion euro import. Po. Tek materialet e ndërtimit, që i bjen gjithë shka, 1 deri në 2 vjetë. Bloka, cemento, të përfshirë dritarët. Edhe këtu farë, që shpithojnë këta burmeve. Burmeve, po të burme, që më e kanë vida. Po. A përfshin këtu edhe dritarët? Po, të materialet të dritarët edhe dritarët. Këtu vrehet vitet e fundit në ekspansion i kompanive prodhuese në lëmin e dritarët që eksportojnë. Te plastika dhe kemikalet... Që du nuk ka të bëj me ndërtimin e objekteve, ka të bëj me materiale ndërtimur. është edhe me ndërtim të objekte, materiale ka më përdorë. Dhe me thonë, kjo është një biznes shumë i mirë. Vazhdojnë me qenë shumë profitabil kjo. Tek plastik dhe kimikate. Kjo është 3-5 vjetë. Më thonë, nuk mujna me fillu me të parën, edhe mëna vitit. Komponent elektrik? Komponentet elektrike janë këtu... Nuk është bashkë kjo farë industria letë, po janë njës pak edhe qëtu me high precision manufacturing, qoftë për qipat, qoftë për pjesët e tjera, të më thonë, edhe veç pjesë për bërse, neve na duhet dykon 47 vjetë. Investime në teknologji, në infrastrukturë, në kapacitetet njerëzore, te mobiljet për shembull është shumë hajë që... Te mobiljet është diçka interesant, që mujmë një treg për 100 milion euro, brana 1 deri në 2 vjetë me mbulu komplet me prodhën në branqë. Po, të më thonë, që kjo është që për disa vite kemi pas edhe bilancin pozitiv. Po tash që ka ndodhë me ndryshim të disa lejtarve, industria ka vazhdu me u rritë, po na mujna dhe 100 milion tjera ekstra, se këtë që tu jenë ekstra. Po, kjo është veç për mrena. Veç për mrena. Se këta kanë shumë eksport. Këto industria, kjo e drunë. Shkojmë me tjetërën? Qërë është e kuptushme që na s'kena me mujtë me nalë komplet import. Qarë, po. Jo, ideja është... Pakten që të shteti me mujtë me orientu në sektor strategjik. Që rrinë edhe pjesën e tjera. Që është shamon një për sektorëve strategjik? Bilansi shërbimeve, që kjo, nështë të përqita kjo i shoku jëtë, Albin Kurti. Se të pash, bilet kom kritiku shpen. Pse? Kur ka folë, i na kom bashkë me kushtrimin, kur ka folë për me rritë këto me ullë temperaturën, keshë, pse keshë? A u pajtesha së pajtesha me kriministin me ullë temperaturën dhomë? Nuk është pajtesha, po në pajtuna dhe sot që kena qef vlo me majtë në zetë dhomë. Po, dhe qa me bota është që ta jena vlo, së ndryshojmë na për një ditë. Unë jam me tërmëkës, nuk e më gjenë kesë, nashta nuk e kam atë farë faturën e nalë që shë kanë tjerë, po nuk nëzejna me rrimë. Na vendosim, a mojmë ma nëzeta maftëft, qeveria ka obligim me në siguru një vërrimë. Po, qërë, aja është tem tjetër. Tem tjetër. Dhe thonë që kjo është një prej... Mendo, adin që është një... Kompanive cilat janë sot në top në Kosovë. Po, ama tash veç do të me bu një... që më thonë një spjegim. Sa herë folit për deficitin tregtar, nuk e di tash më herat në ashtë që s'kemi pas shumë pjesë të bëj me shërbime. I lojna kejt komplet anash bilancin e shërbime. Kur janë nëse me i publiku infografikat edhe na e kemi një për 2021-ës... Punës të keqe të ASK-s, nuk ka të bëjë me ASK, nuk ka të bëjë me ASK. Na vledhëm dona për i tyni edhe të midojnë. Për një sëqarin të kjo, sepse këto shërbime, na kur i marmi të dhanat, i marmi nga dogana. Dogana eksportet paraqitin vetëm mallrat fizike që dalin. Këto janë shërbime të cilat fizikisht nuk kalën por nësë me shkumunojnë dogane, prandaj një farforme anaksalore. Të sërit kohore i raportojnë bilancën e shërbime, që shë raportojnë këtë shtetet, të më thonë, si pas metodologjisë së njëjtë. Që shë për shamull, udhtimi është 1.6 miliard sa i përket bilancit. Se na 3.4 miliard i kemi eksport të shërbimeve, dërsa i kemi 1.6 miliard importe, edhe bilancin neto e kemi 1.8. Kjo ka qenë vetëm për vitin 2024. Vetëm dhe i nëntor të vitit 2025, i kemi pas 3.5 miliard euro eksporte. Që kur të vendosë edhe djetorin, me siguri që e shifër ka morit shumë. Kjo është sot industria
me thonë industria kështu, ma profitabile edhe ma e suksesshme në Kosovë. Nuk është se janë disa industri që bëjmë pjesë. Me plus që aty. Po bëjmë Të shërbimet pjesë. po flasim. Të shërbimet bëjmë Të shërbimet, pjesë. po. Se tash për shembull që udhëtimi, domethënë çka udhëtimi, çka? Kjo ka të bëjë edhe me biletat të aeroplanit. Bileta e aeroplanit, hotelet që Hotel. paguajnë këto, domethënë aktiviteti ekonomik mund të ndodh brenda vendit, po parja vjen nga jashtë. Dhe ajo është llogaritet eksport ku do që të shkojsh. Domethënë, njëjtë është edhe pjesa e importit kur na shkojna, e blena një biletë aeroplanit edhe kemi diçka. Çfarë është me rëndësi është pjesa e eksporteve, domethënë shërbimeve të biznesit edhe të ICT-s që si vjet pritet me mbyll me 700 milionë euro. Që aty janë te është në slajda tjerë, po. ICT, veç ICT-ja si ICT, e ka bilanci pozitiv 229 milion euro. Nërsa shërbimet e biznesit e kanë bilanci pozitiv 56 milion euro. Veç bilancin. Pa e këshyrë të më thonë që na i kemi bu 700 milion euro eksporte. Edhe që kjo eksport 700 milion euro eksporte. Prej vitit 2017. Ka fillu si industri, si sektor me u zhvillu. Këto hing, dhe më thonën, edhe shërbimet që i bujna për server development, network engineering, call center, kreativa, shërbimet e kontabilitetit, të shërbimet profesionale, eksporti kundrejt qarkullimit është 52%. 52%. 52% shka bujna qarkullim, mra shërbimet profesionale, është eksport. Nërsa në total, dykon ofër 40% e kemi eksport. Këta sektor bujnë qarkullim dykon ofër 2 miliard euro, edhe eksport e kanë ofër 40%, që është një reshjo këgja e mirë, sa i përket mundësis. Në një anë, për bjen kjo që na po shesmi mend, po shesmi dije në eksport, po qojmë pare fizikisht. Të pare që pi marmi për jashtit nga dija që përdormi në Kosovë, pra pi këthejmë rapa. Po i këthejmë rapa. Për mes vlerës mallrave tjera. Veç është me rëndësime për men. Edhe s'julltojmë shumë shpenda. Do të me shqyrë po. Nëse marmi një matematikë shumë thjesht e bane një kalkulim, jo me 1.56 milion, që i llogarit edhe 200.000, ma shumë 300.000, dhe ma në dikon rrëtë 1.000 euro mesatarja për kokë banori i bjen për udhime. Po udhime mesatarja në vit. Që tash është Përshi krejt. Krejt, e qartë. Të pjesa, për shembull, mendoj që në shumicën e diskutimeve, pjesa e shërbimeve, tregtisë, do të thonë, në shërbime, nuk përmendet fare. Edhe kur ja nisëm i publiku infografikat, mi dërgoj këtë dikush dhe të dogona nuk pishet shto 700 milion, si qka janë kategorizume. Se kur ja nisë edhe spjegan që pjesën që janë shërbime, se janë pa dukshme edhe ju duket që është 700 milion euro janë pare madh, eksport. Edhe shkja që vëdhe kushtrimi, ajo është komplet dije. Edhe çka ka bo shteti tash që të duhet në menis? Përveç që është dije, është të pjesa e që paga mesatare të profesionet teknike e kalën 1.500 dhe 2.000 euro. Në thonë të disa profesione edhe janë 3 se edhe pjesëmarrjen në fuqin punëtore, në thonë ato urrit sidomos gjatë 6-7 viteve të fundit. Njëjtë është edhe të pjesa e studentave që marrin pjesë në STEM edhe në këto që tash ka gra shumë ma shumë duke studiu për këto. Në thonë, do të mi orientu rinin të pjesa e këtyne shërbimeve, do të mi anisë edhe me i mësu edhe prej shkollave fillore, pjesën e logjikës, nuk po thëmë kodimit, ose programimit, po logjikës. Se ndashta programimin që shënjohëm na, në 10 vjetë e ashme nuk ka me konë i tilë. Kena me konë këtë programera, se që ajo ta drejta. Po dhe se deri para 2 vjetëve nësë kemi full pak, ose heq për AI. E për me 700, që ka bu shteti, jo kushtrim. Që do kërë për mene pak më parë dhe mon, këtë to, që ka ndodhë, këtë ky zhvillim, që ka ndodhë me forcat e vetë bizneseve private. Nuk ka pas përkraje për shtetit. Ne kemi nësë... I ka marrë një 2-3 vizita jashtë. Presidentja, i ka marrë një 2-3 vizita jashtë. Që nuk është aja. Në aspektin e stimulimit, në aspektin e stimulimit në marrë. E kemi rast konkret Shqipëria, ku për me tërheq sektorin e ICT-s, i ka ullë normën e tatimit. E ka ullë në 15%, e ka ullë në 5%. Nësë po tojmë që kemi tatimin e lartë. Se kemi. Talimi që është mes Kosovës e Shqipënisë është që kjo pjesa e digitalizimit, e shërbime profesionale, në Kosovë ka qenë udhëheqje prej sektorit privat.
Në Shqipëri është prej shtetit. Von atë ka prej shteti. I ka prej shteti. Shqipnia që thash për shembull, sektori privat, edhe me qarkullim, edhe me eksport është shumë adopt se sa Kosova. Edhe pse na jena vend më i vogël. Domethënë, me një fjalë që vjen që çaje që kanë kërkuar më herët biznesi lënë rahat neve. Fiks, biznesi gjithë kanë thonë, mos na pengoni. Nëse s'na animoni, mos na pengoni, na vazhdojmë tutje. Edhe kam vazhduar perfekt. Që është edhe prej sektorit që patëm edhe prezantimin në ICK është edhe që në ky sektor çka lyp më shumti është pjesa e lirimit të burokracive administrative, edhe të pjesa e investimit në kapacitetet njerëzore. Na edhe sot, domethënë, kena nevojë për me rrit fuqinë punëtore tek ta sektor, ndërsa kuotat për pranim, qoftë në universitetet publike, qoftë në universitetet private, është shumë e ulët. Domethënë, nëse dojna i mri vendet e regionit, na duhet me i pranu ka 5.000-6.000 veta, si para dokuën ekonomik edhe juridik, dhe të i pranu për çdo vjet. Po ato nuk është me bu me strukturë të arsimit, do të mja njës me i ka kapacitet njerëzor mas pari, me umor, me tarë kapaciteti buhët, dyqysh se nuk e ka pasë edhe tjera problem. A shkojmë i tjetërin shqiptar? Emrin e ka idealin në regji shqiptar, se përndil mos të kish kuptohme. Që kjo është paka shumë edhe vetëm qatë qka folëm dhe që tash për IT call center që është ofër 700 milion, Kosova ka edhe e krahasojnë dhe më thonë eksportin e shërbimeve në vlerë totale, jo vetëm të këtyre 3 shërbimeve, e krahasojnë me vendet e regionit, që shpeshe Kosova këtu renditet e 4 me 3.4 miliard, vetëm gjatë vitit 2024-2025 në shëpërmana dhe i nëntor është 3.5. Serbia normal, për kamalësia këtu e kanë pjesën e 10 miliard me euro ma shumë se sa. Këta e kanë edhe kohë gjatë të zhvillume që të pjesën e shërbime profesionale. Vazhdojmë ja bojt gojlën Serbisë që o keq. Në tonë, këtu politika, ditorët janë, ata janë keq atë, odin, këshënimet la punë të dome, në ma mirë shumë më marë në tjerë. E kanë bo një strategi këtë tjetër që kanë investu kohë gjatë shumë në arsimin e inxinjerave edhe profesionet të tilla. Shqipnia e ka prej turizmit këtë 7.4 miliard, Bosnia, njësi Kosova e ka prej shërbimeve jo qasë shumë prej turizmit, Macedonia Veriut e ka shërbime profesionale pak turizm, edhe Malizi e ka 2.7 miliard që është plotësisht turizm. E në bazë danave që i keni shërbime profesionale. A keni mujtë me vrejt ndikimin e luftës në Ukrainë? A ka ndiku ka ndiku të sektori ICT-s. Këta ICT-a ka ndiku, për shkak që në 2022 lufta në Ukrainë ka ndiku në këtë regionin, edhe në këtë botën, po që ka ndodhë gjatë vitit 2022, ja ka njësë edhe disa kompani të mëdha me bu shkurtimit të vendet punës. Tane që aja nuk ka mujtë mu vrejt edhe sa dohet për shambull me orë këtë fluksi i kërkesa për punë në veç një vend si Kosova, po u shpërnda në këtë regionin. Qa është këtë shërbimet profesionale? Shërbimet profesionale janë kushtrimit, shërbimet financiare, shërbimet e kontabilitetit e këto, edhe kjo ka potencial jashtëzakonisht shumë madh, dhe kohën e fundit ka rritje, dorën zemër. Si kategori është më e madhja. Më e madhja, si kategori. Si kategori është më e madhja, po që mundet më zhvillu hala shumë ma shumë. Do me thonë këtu që ajo, nështë shkollimit e mëhershme që në shumë njerëz në ekonomik. Jo, këtu kanë ndiku shumë edhe mërgata, dorën zemër se mërgata të cilët janë shkollu jashtë, edhe kanë arë dhe kanë hapë kompani dhe krynë shërbime, paktën e kanë kriju një connection shumë atlet. E tash mënyrë zinxhirore kanë ndiku edhe të kompanit e tjera. Që kjo të regon edhe një sen, për mu personalisht, nështë ta unë e kam gabim shpend. Qëto shërbime qëtu, të regon që na si rini, e kemi shumë... Kemi tru, vla. Digitron. Dikush ka na pengon mu zhvillu. Dikush ato na pengu mu zhvillu, se nëse na... Jo, kjo është ka zhvillu, këtë s'ka penges. Të veç dhët me adhon edhe një shtyme. Më në animua vla pak. Po të me adhon një shtyme, se tash është, kur ki pengesa, ti së në zhvillu është. Kjo është ka zhvillu. Vetëm dhët me adhon një shtyme të pjesa e orientimit në karjerë edhe në arsim të rive. Qëre me konë që bizneset i kishim prit qeverit, jo veç ta. Krejt, pe i pavarësisë njëna, këti shimit mësë vetit. Si ata që punojnë që u dhejtë që po marë shumë një shambull të këtyne prodhuzve drunit, si të mësë të fshatët krejnë atje që...
E ka nis vetë, Gremës në Ferizaj, që e ka nis vetë edhe e kanë zhvillu si industri kollajshore. Mos harro dhe vështërën se për industri drurit për patate. Për kerë jeni më shumë. Edhe për kerë. Industri drurit. Patate, që patate din kushtrimi vetë. Edhe të kerët jena nishët. Qarkullimi sipas sektorëve. Po. Që e 23.8 miliardë që e përmenë në fillim të emisionit. Po. Kjo është zbërthimi. 47% tregtia e përbën. Ka qenë dykon përmi 51% para 5-6 vjetë, tash ja ka nisë edhe sektor tjerë për me marrë. Tregtia me 46% ose 11.1 miliardë euro. Po. Industria përpunuse që i bjen na që kena bo edhe që kena marrë për jashtë, apo? Ja, përpunuse është vetëm ata që janë të regjistrume në sekund. Ja, kjo është që janë të regjistrume në ndërmarrjet. Kjo hinë ndërmarrjet që janë të regjistrume si ndërmarrjet prodhuese, por aty ka edhe kompani që bëjnë edhe shitblerje. Kodit të aktivitetit biznesit i cili është regjistruar tash, ka biznes që është prodhues, po na është 80% shitjes e ka përpunues. E ka tregti. Tregti, apo e qartë, po. Apo kupton, po këtu regjistrohet si përpunues, sepse edhe këtu është mirë, sepse dhanat kur nxirren edhe analizohen, në një formë tani na orientojnë edhe gabim. Ata që thash unë për më orientu tamam me kriju një strategji të mirë se ku me u investu, cilat industri përpunuese mundet me u bë, fillimisht i zhdash me u bë filtrimet. Unë, kur i kemi pas çështjen e rrymës vitin e kaluar, ku mi edhe jam mundu mi bë, me identifiku kompanitë prodhuese, na dalin shumë kompani që në realitet janë prodhuese, ndërsa aktivitetin primar dhe sekondar e kanë tregti. Kur e kanë fillu, në fillim krejt, e kanë fillu me tregti. I kanë registruar që atëherë dhe tani kanë kalu edhe kundërta. Qarkullimet tani i anulojnë njëna tjetrën, që ata po thojnë atë që ndërtimtaria me 2.4 miliardë. Po, dhe kjo ka pasë rrigjë. Çfarë ndërtimtaria? Keq ka shumë çapo ndërtuata? Keq ka është construction. Edhe rrugë. Edhe rrugë edhe krejtë, më thonë ata çka do të shesin kompani që janë në ndërtim. Më thonë, ko gjani qarkullimi madhë, kjo 2.4 miliardë euro. Shtinja lopsën të. Shtinja lopsën, jo s'pja, shtinja lopsën se s'ma qetë. Të tjera shërbime moderne. Shërbime moderne është shërbime dhe ICT profesionale dhe administrative mbështetëse si e kena rrumllaksu të 2 miliardë, është 1.9. Edhe energjia është nafta? Jo, energjia është veç energjia këtu. Këtu është veç, do më thonë, energjia është puro energji elektrike rryma. E 1.7 miliarda? 1.7 miliardë kam rrinë 2025. Po këtu tash ka dhe shqiptirje shumë. Veç që tu shpjega majtë, se 1.7 miliardë është... Keku jashet keskës, kesko jashet të subjekteve brenda vendit. Ndërmarrje, se ki edhe sovin tjetrin prodhues që jashet... Do më thonë, me shpirë... Vlera shtunet që ju ka bot, do më thonë, një njësie, që më 1 megawatt e energjisë elektrike në tërsin vjetore. Ndërsa në tregti këtu tash bëjnë pjesë energjia derivatet. Po. Nuk bëjmë pjesë vetëm tregti, ku flasme vetëm për produkte. Do më thonë transakcionet e mbrenshme, me kompanive të energjisë në Kosovë. Jo është mbrenshme, janë edhe të jashme, po çka do që kena qarkullu na si kompani vendore. Edhe ai 23. Çka kena qarkullu? Ble shit energji. Po. I bjen që kjo? Po. 1.7 miliardë. Po, qërë, edhe të 1.7 miliardë, edhe të tregtia e ki... Po, të konsumatori kejtë kjo, shamë është 400 milion tani. Po, 400 milion. Që i bjen një farformë është multipliku për shka transakcioneve të brendshme me zveti. Veshtëm edhe kjo pjesë do mund. Edhe ai 23.8 miliardë që. Nuk është transakcionet që ka shku direkt e konsumatori final. Qartë. Po janë transakcionet që qarkullimin mes të subjekteve dhe brenda vitit. Që kjo është që kanë lujt me vjetë tona, se cila qeveri, je këna ullë në 10%, je këna qunë 6%, jo, me thonë, që marja ma ullë në region. 411.600 mësum, dhonat janë TTK-s, apo? A trusit? TTK-s. Okej. 411.000 kërazim... Që e diskutuar... Sovet, që më thonë, na jemi 1.6 milion, mrena. Po. Edhe 400.000 punojmë. Po, tash... Qëtu që kjo 400.000 shumë mund të edhe me up and down, për shkak të... Normal. Na e këna marrë një mesatare, tash... Apo për 1.6 milion, manon nuk janë krejt gatshëm për punë. Normal, 1.1 milion janë vetëm 15-64 vjetë, edhe të shke pjesë, dhe më thonë, sa marrin pjesë aktivisht në tregun e punës, është 43.2%. Që i bjanë, dykon, për afer 11% e kena pa punësin, me që ato shifra. Të njerëzit që shkojnë me kërku punë,
Po, edhe që gjejnë punë, edhe që janë të punë. E jo, ata që nuk regjistrohen për punë, ata nuk hinë qëtu. Ata që nuk regjistrohen, ata nuk hinë qëtu. Edhe metodologjia e matjes ka qenë gjithmonë e njëjtë. Edhe është rajonale. Problemin e kena na strukturor. Këqyre për shembull, Serbia është kogja mirë edhe me papunësi, po edhe me pjesën e pjesëmarrjes, po Shqipnia e ka pjesëmarrjen më të lartën bashkë me Malin e Zi, pjesëmarrjen më të lartën të fuqisë punëtore. Sakt njëjtë pas ka. Edhe këto dyja, domethënë, njerëzit punojnë atje. Për shkak të pak remitencë, ata kanë dërgesa të emigrantëve, po edhe punojnë. Edhe sidomos, domethënë, tash kur e sheh në Kosovë, pjesëmarrja në fuqinë punëtore aktive të burrat është shumë më e lartë, është afër 70%, te gratë është shumë e ulët. Për që ta tash, domethënë, çka duhet me bo, se na pe identifikojnë atë si problematik, po çka duhet me bo është për me kriju programe incentivuese sa i përket qysh me aktivizu fuqinë punëtore, sidomos të rinjët, edhe te gratë. Për te gratë, na duhet me bo kopshte anën kënd Kosovës, edhe të pjesa e mësimit gjithditor. Se njëna prej arsye kryesore në për anketimet të ndryshme ka dalë që është që do të kush kujdesit për fëmijë. Kështu që na shteti që do të me bu këtu është për me ndërtu kopshte anën kënd Kosovës. Ose do të meritu me pret dhe pret me të këshirë fëmijët. Edhe me i pagu, tani ka 100 euro. Ka 100 euro që ishte ke kryeministri. Ta është pjesa e informaliteti, sidomos që në vitët fundit ka rako shumë Kosovë. Kështu që nuk është, se këta e matë edhe për shembull edhe e diskutueshëm edhe me kushtrimin e matë edhe me pak me sa ki depozita në bankë, sa pare ki në bankë. Na jena kërgja të formalizum, së bashku me Maqedoninë e Veriut. Kushtrim? Tu tash nëse shohme, domthonjë, si grafik, për shohim që Kosova po duket më naltë se Serbia, kur ta shohim si pamje. Po çka duhet me kuptu nga kjo grafik, domthonjë, në X-in është niveli i papunësisë edhe në Y është pjesëmarrja në përqindje. Domthonjë, sa më afër zerës, ne jena më keq. Që në këtë rast konkret, Kosova po çalon shumë, edhe ku po çalon atje që e përmendi shpendi është papunësia te gratë. E papunësia te gratë është po lidhet direkt me nevojën, me kujdesin e shtetit, edhe nivelit qendror edhe lokal. Edhe tash këtu është e dukshme te na në Kosovë, mos bashkëpunimi mes nivelit qendror edhe lokal. Sidomos domthonjë te investimit në çerte, bllokimet në investime në çerte, te investimi në shkolla, të cilat duhet më mundësu me mësim tërditor. Na deri tash në Kosovë nuk e di janë numër shumë i limituar dhe Prishtina i ka disa shkolla për momentin që i dhajnë mësim tërditor. Jo, më në gjishta e në ato. Te informalitetit, a ka ramje të informalitetit qëtu? Po, ka. Dorën zemër ka. Në ramje të regjistrimit punëtorëve dhe ka numër në ramje të informalitetit. Domthonjë, që kjo është një shembull i mirë që shteti mundet me përdor politika të mira, të cilat të mirëpritin edhe nga vetë bizneset, normal. Edhe me e stimulu, me regjistru, me formalizu komplet tregun e punës. Komplet tregun e punës. Komplet është e pamundur sepse shtetet më të zhvilluara për vjetë veç 100.000, 200.000. A e kemi qëto që ne i punësum Kosovë, a kemi një slajd tjetër? Jo, se kena, do të me përmen që është... Ne i punësum Kosovë, i ban 4 veta tjerë. 4 veta tjerë. Të papunë, që janë papunë familje. Serbia, Maqedonia e Veriut e ka 2.8. Po. Shqipnia, Bosnia e kanë përmi 3, 3.5, po Kosova ka më të lartë. Këtu te përqindja e punësimit grave, se tash është përmend me vite sigurimi shëndetësor. Edhe një prej arsyeve që s'ka filluar me u apliku sigurimi shëndetësor pikërisht ka qenë gratë e papuna se si duhet me u trajtu, sepse është një koste shumë e madhe, edhe nuk e domon nëse shteti përdor mekanizme të tillë, edhe stimulon punësimin e grave në farforme, edhe sigurimi shëndetësor, ligji për sigurimin shëndetësor mundet shumë lehtë me fillu edhe me u zbatu, në praktikë edhe kosto janë shumë më e lirë. Sepse është paguaj për tjetër. Keni që u përmend edhe me 12 është kjo pjesa e programe për punësimin e grave, kështu që inshallah e bën. Mendoj çka ka thonë kryeministri aktual. Po ne tash
Ketë për njëherë së një bëm, po ka pa. Sa vjetë du të mja ku që po merë me vërë shitola? Jo, kemi edhe premtimin publik që ka thonë GDP-a për kokë banorit dhe tjetë në 10.000 euro. Po, në vitin ashëm. 10.000 euro që i bje, jo 7.600 $, po shumë a Po shumë. shumë a shumë, po vitin ashëm së në rritë. Shkojmë me... Jo më rrijet nëse për pjesë, nëse nuk e zbatojnë mirë formule matematikore. Kjo është e fundit, se më pas ka krish Misha Albert, s'po më kalëzën hiç që më ka prish Misha. Që kjo, dhe me thonë, këtë që ato që e folëm, gjatë gjithë kohës, i bjen që ta jenë që shkanë qef ta me thirë kryeministin Albin Baba, që të jenë kompanit më të forta, babat e ekonomisë Kosovës, me thonë kështu, në thojza. Sa i përket qarkullimit. Sa i përket qarkullimit, normalisht, se na të fitimit i bojnë ndryshe. Kosova Çalik Limak Energji. Dhe me thonë, këto është Kedsi, Kesko edhe i kanë disa ndërmarrje tjera, po janë më të vogla se përket. ma të vogla se të bojnë vjesë. Dhe me thonë, këta e kanë pas qarkullimin si vjetë, 2025, 437 milion euro, Po. apo 19% Shumë se ndryshim vitin e kaluar. me vitin e kalum, që i bjen përafërsisht rritja e çmimit të energjisë elektrike me 16.1%, Po. qatë i bjen qarkullimi po flas. Kur që të veç me tregu që këto dhona janë të modelume, se këto kanë me pësu ndryshime edhe gjatë përpilimit pasqyrave vjetore financiare, edhe kanë me pësu ndryshime kur bëhet auditimi. Ndryshimet sidomos për kompanitë që janë në energji, është pak më i madh, po të kompanitë të tjera nuk është që lumë vlerë shumë. Bazat dhanave këtu janë nga dhanat e administratës tatimore të Kosovës. Dalë pastaj i modelojnë ana dhe në basë asajna e shumë... Që aty nuk po besoj që këta akuzojnë fort me lujt. Jo, janë zëra që rregullohen, dorën zëra që rregullohen në pasqyra financiare dhe... Sidomos të pjesa shitje të disa kompani mund të rrit për shkak të bonuseve vjetore që i marrin, edhe që mund të raportu pasi të mbyllet raportimi për muajin dhjetor, se këtu janë me dhona deri në dhjetor që janë raportuar. Viva Fresh. Po. 393 milion euro, se 19% rritje. Po. Prapi kemi për shkak të lëvizjeve në inflacion që ka mujt me... Jo, këtu e kanë rritë edhe volumin. Edhe volumin e shërbimeve, produkteve po flas. Elkos, pas ka ra pak më poshtë. Elkosi gjithmonë është i treti, po do thonë këta janë të nejtë në qitë nivel. 244, 245, 247, e kanë edhe shumicën edhe pjesën e ETC-ve. Hip Petrol, I ka disa kompani, është Hip Petrol Holding faktikisht, përveç Hip Petroli, i ka edhe kompanit, edhe hotelin, edhe restoranet, edhe këta e kanë si holding tash. Proex është Interexi, që njohim na me emrin tregtar Interexi. A përfshihen çdo kompani të cilat janë jo veç Shelli edhe IPA. Vetëm Interexi. Se nuk është holding Proex. Nuk është holding. Numër më mbledh bashkë këto, na çesin çatinal te e para. Nësi mbledhim të Shelli edhe te IPA. IPA kish ra këgjashëm si vjet, kështu që Okej. Exvis pra 220 milion euro, 3% më shumë. Po. Keku, 200 milion euro, 3% më shumë. Noat Energy Trading, 185 me minus 5%. Buqaj, PD, 175. Alba Petrol Group. është kompanjere që ka hi në, në thonë, hem në top 10, që është kompanjere kështu, po ka hi në top 10. Reja kështu, kush ka dalë, se vjetë i kina posë në Lavoil ka dalë, për pak. Për pak. Ashtë nëse shohme që të pamje, po e vrejmë prej top 10 kompanive, që kanë qarkullimin më të madhin në Kosovë, 6 prej tyre janë që kanë të bëjnë vetëm me fushën e energjisë, që përfshi derivatet edhe energjinë. Në anën tjetër, është një histori e mirë, suksesi që po rritën rrjetet zinxhirore, sepse me vete pi bartin edhe prodhimet vendore. Po, saktë. Shembull suksesi si vjetë është shembull vitin e kaluar është Viva që ka filluar tregun në Shqipëri, është edhe në Maqedoni që në mënyrë indirekte pe i merr edhe produktet e tona, pe i depërton në tregun e rajonit. Po si total nëse i marrim edhe krahasojmë një biznesmen kështu që nëse i krahasojmë totalin e numrit bizneseve aktive që janë në Kosovë, nga 84.000, rreth 84.000 biznese, domthonë kompletat 23.8 miliardë qarkullim, vetëm këto 10 biznese përbëjnë 10% e atij total qarkullimi. Ndërsa nëse e krahasojmë si total, digon janë rreth 400 kompani në Kosovë që përbëjnë 50% e komplet qarkullimit në vend. Prandaj ka numër... Ama është që kompani
vendore. Pa kapital të huj. Pa kapital të huj. Kjo është e mira. Kjo është e mira e krejtë sësoj. Dhe që të më kompani top 10 që janë 9 për ty ose 8 për ty janë me kapital. Edhe një ki shtetërore. Shtetërore. E kemi edhe një, do me shtu diçka kështu se në kam pyetjen e fundit. Të pjesa e modelimit edhe të pjesa e prodhimit, zinxhirët janë të kontribu këgja shumë të pjesa e prodhimit që përmani kushtrimi, me dhona që kemi pa dykon, veç të Viva Fresh janë dykon përmi 30% që bujmë pjesmarje në produkte që Viva i shet të qëtu shporta konsumatorit. Dhonë tash edhe me Macedoni, edhe me pjesën e Shpar Albania, ata e kanë hapësirë më të madhe prodhuesve. Që është një sen tjetër është që na gradualisht që tash kina arrit nëse para 10-15 vjetë me nëzhe kina pas një kompani, 2 kompani që kanë bu përmi 100 milion, sot i kemi 25 kompani që bujnë bërmi 100 milion euro qarkullim. Edhe kompanit tona, për te i tregut Kosovës që ka njësë mu zhvedhos edhe mu zhvenuar për përmana tjera. Sot për shamëll, tash, mës të përmenën veç Viva Freshin, po Viva Freshin si grup është i pesti maj madhi në Balkanin perëndimor, që është ka shtyhet me Lidl, Delhaize edhe këtu vëna tjera që kompanitë mdoja që kanë pikat qitjes në për Balkanin perëndimor. Sa i përket qarkullimit, do më thonë u rendit e pesta në Balkanin perëndimor. Oke, unë e kam pyetjen e fundit cilën e përmendëm në fillim, nuk e ke vënu këtu si kategori tek shit blerja e automjeteve. Dhe me thonë, na kemi, krejt na qa jetojmë, qëtu e qas jetojmë, 900 milion euro për afërsisht shit blerja a veturave në vlerë totale. Dhe me thonë, masit hin 10% aksiza, 18 taksat, për afërsisht 900, ma shumë se 900 milion euro. Qa dhe ofër 900 milion, që se kemi bu një farë logaritja në mashtë të... Vetëm importi. Veç importi. Vetëm importi po flasëm. Së flasme tash qarkullimi si shitje. Po, vetëm importi. Veç importi. Veç importi deri sa të bërinë në autosalon. Deri sa të bërinë në autosalon, 900 milion euro. 35 Ferrari. Janë të regjistrume. Janë të regjistrume që kanë hinë Kosovë. Një 7-8 Rolls-Royce. Ma shumë ka Rolls-Royce, veç vitë në kalium kanë hinë 2-3 kështu po foli kësi super straight. Super straight. Dhe ofër 850 miljarë që bën një. Dhe e fundit është një vetur që u porosit me 3.5 milion euro. E ato se dim. Që i vjen në mes të marsit, e ka blejnë njëni për bizneseve nështë shumë të mloja të Kosovës, edhe qa është kjo punë vla me tonë kjo punë me kjere? Që to, kërë nësëm e emisionin e përmanëm paradoksin ekonomik. Që kjo është paradoksi ekonomik? Paradoksi ekonomik se tash, okej, nuk është që kemi kriju shumë shtresat pasra, që me thonë, okej, kena një farë realiteti, po është paradoks se i kemi ofër 44.000 vetura që jenë ble vit në kalum, prej ty në treja edhe luksuze kanë një 2500, edhe e ki në tjetër që të pjesën e... Sa vetura luksozës, falë? 2500 po foli vetura që kushtojnë përmi 100 mjarë, 150 mjarë. 2500 vetura që kushtojnë 100 mjarë? Për afërsisht. Vetura treja super luksozët, pastaj janë dykon ofër 84 kanë. Do më thonën treja, 84 kanë treja. Super luksozët. Janë registru në Kosovë, po flasme. Po, që janë registru në Kosovë. Jo që janë eksportu? Jo, vetëm ato të cilat janë registru. Dhe dhe vijeme vendosëm edhe një infografik tjetër që e të reganë pak a shumë edhe prej Koreës sa jemi tu importu që si vjetë ka dollë vendi numër 1 me import si vend i dërgesës, do më thonë... Me vlerë të importit. Edhe me vlerë të importit edhe me numër të veturave të blime, po. Korea, do më thonë, ka të kalu të Evropës, a? Gjermaninë e krejti ka të kalu. Për shumë, a? Për shumë. Unë ju falenderoj shumë për sonde se di, nashta kemi harru në i sen, amo 84 super vetura luksozet, 35 Ferrari, një 10-15 asi Rolls-Royce, një nashta një 20 Lamborghini. Do të me punu edhe i banë. Mirë dhe që i kam ble me parët vete, i kam ble. Mune nuk po gjelezoj, mu po vjen mirë që i ka parë më rana, me u bo se me u blej që ato du të me shku me transakcion. Me thonë aty së një blenë me thonë zezën kështu, se s'ki qarë pa shku pa kalu transakcioni ka shteti. Kompenzim tani. Kompenzim, kjo kompenzimi nga personalit e kena zbulu këto. I falenderit shumë që ishit sonte me mua në studio. Falenderit kushtrim. Shukos ndëruar, ka që kishim për sonte vazhdofshimi javën ashme. Deri atëherë, mirë mbeqi.